Kryeministri Edi Rama ka ndarë zhvillimet e javës së fundit që i cilësoi më domethënëse për të ardhmen e vendit, ku theksin kryesor e vuri tek hyrja e Shqipërisë në fazën e mbylljes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, mirëtimi i objektivave strategjik për zhvillimin e qëndrueshëm dhe avancimi i transformimit digjital të administratës publike. Në podcastin Flasim, Rama cilësoi 26 majin si një datë historike për vendin, pasi Shqipëria mbylli fazën e hapjes së kapitujve të negociatave dhe hyri në fazën përfundimtare të mbylljes së tyre. Ky zhvillim përbën një certifikim të reformave të ndërmarra gjatë dekadës së fundit, veçanërisht në fushën e drejtësisë, luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të institucioneve demokratike, shtoi Rama. Ironi apo buzëqeshje të fatit, 30 vjet pas 26 majit të dhunës, të përgjakjes opozitës, të grabitjes votave dhe të vullosjes së një sundimi autokratik me tipare diktatoriale në Shqipëri, erdhëm në ditën kur Shqipëria hyri në fazën e re dhe të fundit të rrugtimit të saj evropian. Në 26 maj, Shqipëria u ngjit në pikën më të lartë ndonjëherë në këtë të përpjet të mundimshme historike dhe tani më maja ku do të ngjitemi së bashku dhe do të vendosim flamurin kuqezi të Ismail Qemalit dhe të Gjergj Kastriotit, duke i dhënë kuptim dhe duke i dhënë sens të plot një historie të stërgjatë ëndrrimi për Bashkimin Evropian sot, por për atë që ishte hapësira e diellit që lind andej nga Perëndon deri dje, është më afër se asnjëherë. Është një moment jashtëzakonisht kuptimplot i kësaj rruge drejt anëtarësimit dhe është një të njëjtën kohë dhe një certifikim absolut i një pune të palodhur të një kohe të gjatë. Është domethënëse që Bashkimi Evropian konfirmon faktin e përmbushjes së suksesshme të gjitha detyrave të deri tanishme. Numri 1 i qeverisë u ndal edhe tek miratimi i udhërrëfyesit kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm 2030, një dokument që përcakton objektiva konkrete në ekonomi, arsim, shëndetësi, mjedis dhe mirëqeverisje. Po ashtu kemi miratuar dhe një partneritet strategjik me Agjencitë e Kombeve të Bashkuara për periudhën 2027-2031 për një bashkëpunim që do ta mbështesë Shqipërinë në disa prej fushave më të rëndësishme të zhvillimit, duke filluar nga kapitali njerëzor dhe transformimi ekonomik, tek rritja e gjelbër, drejtësia gjithmonë dhe padyshim, dhe në tërësi forcimi i institucioneve. Në fund ajo ndal edhe tek kompania Republika Albanian Digital Solution, që shënon fazën e re të transformimit digjital të shtetit shqiptar. Sot kemi një rritje të ndjeshme të aplikimeve për programet e inovacionit. Mbi 1100 aplikime kanë ardhur vetëm në ciklin e fundit granteve për programin Startup Albania dhe të gjitha këto na tregojnë se kemi fituar gradualisht një terren ku e kemi nisur edhe në këtë pikë nga fundi i fundit. Dhe sot kemi një vend në hartën evropiane dhe globale të inovacionit për sa i përket sektorit publik, por kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara. Dhe kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara në sektorin privat, kemi nevojë të shfrytëzojmë të gjitha kapacitetet e reja të teknologjisë edhe në qeverisje. Gjë që faktikisht e kemi nisur dhe do ta vazhdojmë me intensitet edhe fal kësaj ndarjeje të akshit në 2 pjesë. Akshi do të jetë drejtuesi dhe regulatori e monitoruesi i cilësisë, ndërsa Albanian Digital Solution ADS-ja do të jetë praktikisht truri që do të prodhojë në mënyrë të vazhdueshme zgjidhjet e nevojshme dhe nga ana tjetër do të garantojë mirëmbajtjen e sistemeve tona.